Vëllezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundësoi që të agjërojmë këtë ditë, që të falim taravih, e të lexojmë Kur'an, e lut Allahun Azza wa Jall që veprat e mira që i kemi bë, me gjithë agjërimin, t'i gjejmë në peshorën e veprave të mira në ditën e gjykimit, ku do të na gëzojnë ata fletushkat, ku do të shpërndahen me veprat e mira. Allahumma amin. Vazhdojmë me serialin nën titullin Tregimet më të bukura të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Në ligjëratën e kaluar treguam për një pejgamber që tham se është pejgamberi i parë arab, i cili u quante Hud. Ky Hudi treguam se ishte nga fisi Ad, dhe Adi ishte një nga djemtë e Iram, që e ka quajtur Allahu Azza wa Jall dhe të Iram. Pastaj ky ishte djali i Samit. Sami ishte baba i arabëve, djali i Nuhut alayhis salam. Pasi që Allahu Azza wa Jall e dërgoi këtë pejgamber Hudin alayhis salam që t'i fton në fen, dhe treguam se populli dërmues i tyre nuk e pranuan dhe kërkuan nga pejgamberi Allahut që ata ngut dënimin, dhe erdhi dënimi që treguam që mos ta përsëritim të njëjtën të cilët e kemi treguar, mirë po mbeti një grup të cilët i besuan Hudit alayhis salam. Dhe pas një kohe të shkurt, subhanallah, se kur ta shofsh ki populli i cili vjen është populli Themud, janë kusheri apo djem axhallar me Adin. Dhe periudha ishte aq e shkurt sa që ata për një kohë të shkurt e haruan thirrjen e pejgamberit të Allahut Hudin, që i thirin në njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall dhe braktisën e idhive, dhe braktisën e asaj që Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar që të adhurohet askush në sipërfaqen e tokës përpos Allahut Azza wa Jall, sepse merita adhurimi dhe të gjitha dispozitat e shariatit në përgjithësi është një Rabbul Alamin i cili i ka krijuar njerëzit, e ka krijuar botën, i ka krijuar të gjitha krijesat dhe i ka dërguar të gjithë pejgamberët dhe librat, dhe i vetmi është krijuesi që meriton të adhurohet, pra Allahu Azza wa Jall. Dhe treguam se prej arabëve janë 4, njëri është do të thotë Hudi alayhis salam, i dyti o Salihu që do të flasim sot, i treti ishte Shuaibi dhe është i quajtur Khatibul Anbiya, oratori i pejgamberëve, dhe i katërti Muhamedi alayhis salatu wassalam, i cili është bura e të gjithë pejgamberisë dhe është pejgamberi i cili është i dërguar të gjithë ummetët, e këta që të cilët i kemi cekur janë dërguar te popujt e tyre dhe janë dërguar te fiset e tyre, siç kemi treguar në vim. Këta popull kanë jetuar në Hijr. Hijr është mes Tebukut dhe Medinës, së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Parafërsisht dietarët kanë thonë 380 kilometre janë gjint, domethënë ky popull. Dhe është quajtur Themud. Pse Themud? Nga fjala ujë i cekur. Për shkak se ka pas ujë në gadishun arabik në vende normal që është thatësi dhe ka pak ujë, dhe është marrë emri Themud nga uji i cekur apo pak ujë. Edhe sot njihet Ula, është një vend Ula në Medinë, e cila njihet me Dainus Salih. Janë domethënë vendbanimet e Salihut, ashtu quhen, dhe janë disa tragje që i vizitojnë njerëzit dhe çdo cekin në vim. Allahu Azza wa Jall ju drejtohet thot: "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad." Por kujtoni o populli i Themudit, kur ne ju dërguam para juve një popull i cili ishte Adi. "Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta." Allahu Azza wa Jall ju kishte dhënë fuqi trupore, ju kishte dhënë mençuri të hatarshme, që në atë kohë ndërtonin pallate dhe ndërtonin shtëpia të bukura, të cilët i gdhenin me dorët e tyre, dhe ishte në atë kohë shteti i tyre, arkitektura e tyre që nuk kishte ekzistuar më herët, dhe dhunti të shumta nga baktit, nga të ndryshme, derisa treguam se pastaj ju kishte dhënë mirësi dhe lumej të shumta, derisa nga mirësitë e Allahut Azza wa Jall bën kryelartësi, dhe filluan përsëri nga mendje madhësia, nga të mirat e Zotit ka ndonjëherë njeriu hasdisët. Për atë nuk është
sprov, vetëm se njeriu kur i vjen ndonjë telashe, smundje apo varfëri, apo do një problem, do një telashe, ndoshta kjo bëhet shkak për me kthim më afër te Allahu. E shpesh herë bon mirësit, dhuntit e shumta, pasuria e shumë, fëmijët, angazhimet e shumta, njeriu devion. E kemi pa në mesin ton, ka pas njerëz të cilët janë qenë ndoshta ekonomikisht më dopt, dhe i ki pa në xhami, i ki pa safin e parë, janë qenë sjellshëm, janë qenë me edukat, janë qenë me ibadet më të mirë po në momentin që Allah azza wa jalla ja ka hap rrugët e pasurisë, ja ka hap rrugët e biznisit, ja ka hap rrugët e njohurisë, se të bëhet i njohur, ka filluar domethënë të mungojnë xhamit, të mungojnë derse, të mungojnë aktivitete fetare, se e ka mashtruar dunjoja. E për ata, këto nga mirësit e shumta janë kthi përsëri me ndihmën dhe vezvesën e shejtanit, janë kthi në adhurimin e idhujve. Edhe subhanallahu, çdo pejgamber që i ka ardhën, i ka thënë en ya'budullahi, ta adhurin Allahun. Me mirësit e shumta në kohë e shkurt përsëri ata kthehen në adhurimin e idhujve. Allahu azza wa jalla thotë: "Wa laqad arsalna ila thamuda akhahum salihan." Pse e përmend Allahu azza wa jalla këtu thotë akhahum, vllaun e tyre Salihun? Sa Allahu azza wa jall në çdo popull e ka dërguar një pejgamber nga fisi i tyre, gjuhën të cilën ata e kanë folur, për t'ia ditë zakonet, traditët, se si më afër të jetë tyre dhe ta pranojnë thirrjen e Allahut. Sikur të kishte qenë i huaj, do të thonë shumë është vështirë ta pranon dikush kur nuk e njeh fshati, apo nuk e njeh qyteti, apo nuk e njohin atë person, pas pari kanë dyshim se kush është ky personi. Mirë, po Allah ja ka thënë nga vet populli vet. Edhe pse ka thënë e khahum, vllai i tyre, kjo tregojnë dietar, siç kemi treguar se vlla mund të t'i themi dhe vlla të xhakut, nëse edhe nuk është besimtar. Vlla shqiptar, qoftë edhe ai nëse është katolik, qoftë edhe ai nëse është shembull ndaj fe tjetër, mirë, po nëse është i popullit tënd, lejohet ti thosh vllai i xhakut apo vllau i popullit. E pastaj është vllau në Islam, ai që ka thënë Allahu azza wa jall, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet besimtarët janë vëllezër e njëri tjetrit. En ya'budullaha, ta adhurojnë Allahun, fa idha hum fariqani yahtasimun. Thot Allahu azza wa jall, kur i thret pejgamberi Allahut që ta adhurojnë Allahun, ata ndohen në dy grupe. Zakonisht kur pejgambert e Allahut i kanë thirrën, njerëzit prej tyre që kanë besuar dhe një grup tjetër që kanë mohuar. Ata të cilët kanë besuar, vazhdimisht kanë pas tortura prej atyre të cilët kanë mohuar. Dhe subhanallahu, tash tekim edhe ajetin tjetër, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi lilladhina istud'ifu. Allahu thot, këta që besuan ishin të dobtit e popullit. Ashtu siç ishte edhe traditë e këtë pejgamberëve, kur pejgamberi alayhis salatu wassalam erdhi në Mekë si pejgamber dhe kur ishte në moshën 40 vjeçare, kush e pasuan të parë? Bilali radhiyallahu anhu, i cili ishte rob, Suhejb Rumi, ishte Salman el Farisi, ishin njerëz që ishin më dopt mesin e popullit. Mirë, po me ato Allahu azza wa jall e ngriti këtë fe. Me këta persona e ngriti Allahu azza wa jall këtë fe. E me paritë e Mekës, me Ebu Xhehlin, me Ebu Lehebin, me këta, çka bën? Edhe pse ishin kryesia e Mekës, ata do të thonë çka i nënshmoi Allahu azza wa jall, i poshtrojnë fund. E shumica e njerëzit që i besojnë pejgambert janë njerëzit e dopt. Dietar thënë kështu. Pse? Sepse kryetarët, udhëheqësat, njerëzit me poste, vazhdimisht janë mësuar me urdhëru të tjerë. Vazhdimisht mi udhon njerëzve urdhra. Dhe asesi e kanë vështirë ata nga kryelartësia që ndonjë njeri i dopt ose i thjesht, ai ti jep një këshill apo ti jep dëni urdhër që ta kryej. Asnjëherë. E njerëzit të cilët janë shtypt, janë mësuar të urdhërohen. Edhe shumë ma lehtë e kanë të pranohen. Për ata unë një herë pata përmend me një mexhlis kështu, pata thonën dy persona apo janë dy veti të cilët nuk i ka dashur shejtani kur ata. Pse? Sepse njëra e para çka në ushtrinë se ka dash asnjëherë me shku në ushtri. Pse? Se duhet me urdhëru sa rekomandon, më thonën shkuadje baneket banat, ushtrinë se ka dash, edhe dita çira kursa kanën. Pse? Se çira kustaj do të më mësua ata. Do të thonë njerëzit të cilët janë mësuar me udhëheq qert e kanë shumë vështirë ti në nështrohen dërguarit Allah, që Allahu azza wa jall i ka thirr ata që ti urdhrojnë në punë të mira. Allahu azza wa jall e përmend thot, laqad kunta marjuun fina. I kanë thënë populli vet kur i ka thirr në rrugën e Allahut,
I ka thonën, o Salih, ti para se të vish si pejgamber, ke qenë njeri i shpresës. Shpresa jonë ke qenë. Ke qenë njeri i mirë. Ke qenë njeri që ta këna njoft lindjen tënde, familjen tënde, njeri me peshë. E në momentin tash erdhe po na thotë që ti je pejgamber, faktikisht ki rapi syrit ton, edhe ne kena dyshim të ti se ndoshta ti je gënjeshtar. Kështu ja kanë bërë dhe Muhamedit alayhis salatu wassalam. Para se ti vjen pejgamberllëku, çka kanë thënë? Çka kanë thirr? Sadikul Emin, i drejti besniku, kur kanë pas dëni çështje dhe një amanet e kanë lënë dorë pejgamberit alayhis salatu wassalam, që kur nuk ka rënë historinë e vet. E kur i ka ardhur pejgamberllëku deri tot në Safa dhe merr vaj thot ja mashar al Quraysh, o ju Quraysh, afrohen. Edhe i thot, nëse unë, çki Muhamedit që njefni, nëse ju tham pas toj kodre, është një ushtri e madhe, edhe e ushtria e madhe kam ardhë, kam ju sulmu juve, më kishni besu, thot, gjithse si kur s'ke rej. Në moment, thot, unë jam i dërguar i Allahut. Çka i thënë ti e gënjeshtari, ti dhe thot, nuk je i drejti. Në momente, pse? Vetëm se ka ardhë me të vërtet me hak. Dhe i kanë thonë populli vetë, ne të kina paramendu ti njeri mençëm, njeri ditshëm, dhe kina prit ti t'jesh, do më thonë, natë mesin ton njeri me pozit madhe, mirë, po shka boni? Ti u bone, do më thonë, një njerë i thjetë që fillove me thirë me gjërat të cilët, do më thonë, nuk i pranon logjika jonë. Edhe Allah zë shka e cikë me njëtë, këtë dhebit themudul murselin. Edhe është të nërësanë, Allah thot, i kanë përgënjështru themudi pengamber të Allahut. Tash djetarë shënë kështu, sa pengamber Allah i qëtë themudi? A nuk e qepit të mësalihun? Pse nuk po thot Allah e përgëzhduan pejgamberin, ar-rasul, po ka thonë murselin, këtë pejgambert. Pse? Se nëse një pejgamber ne e mohojna, nuk jena musliman. Një pejgamber me e mohue, një pejgamber mos me pranua, sikur mos mi pranu këtë pejgambert. E kena obligim që e kena prej imanit, me besu Allahun, edhe e dyta, me besu pejgambert, krejt. Nëse i këtë i besojna, nuk i besojna Musa a.s. s'mujna më konë musliman. Nëse këtë pejgambert i pranojna, nëse se pranojna Isa a.s. nuk mujna më konë musliman. Për ata i kishte thonë i menç që kishte hinë debat me disa krishterë dhe jehud, kishte thonë a diçka, këtë po pretendojnë se kene me hinë xhenet. Veç vallahi më shumë ti çka kena shancan edhe logjikisht me hinë xhenetin a ne. Pse? Ka thonë si u besoni deri tek Musa a.s. Jahudit, dhe nuk e besoni Isa a.s. dhe Muhamedin a.s. Kurse ju krishterët e besoni deri te Isa, edhe ndalni, ne i besojna kret pejgamber Musën, Isën edhe Muhamedin a.s. Pra nëse hin Musa a.s. xhenet kena me hi edhe ne se ne besojna Musën. Nëse Isa a.s. hin xhenet edhe ne kena me hi se edhe Isa e beson, domethënë Allahun edhe ne besojna Muhamedin Isën a.s. si pejgamber kena me hi xhenet. Nëse hin Muhamedi a.s. ne kena me hi xhenet, ju s'keni me hi se ju se besoni Muhamedin a.s. Më thonë shumë thjesht. Dhe më thonë, kur e kanë beson këtë pengamber. Një pengamber me përgënjështrush, sikur se mi përgënjështru të gjithë pengamber të Allahut Azza wa Jall. Qalu inna tattayyarna bika wa biman ma'ak. Than ata, krejt këto punë shtash, që po na thuti, po na këshillon, disa probleme po na thuti që ka më ardhur dënimi i Allahut, e dënimi i Allahut vjen për shkak të keqës t'juve. E të tajur kanë bo me pengamber. Shka në të tajur? Të tajur të ne shumë përdorët. Edhe sot, në kohën e sotit, thëj nëse ka përcen një macë e zes, mës ka përcen së është ajo udha ka më konë me telashe. Apo nëse e ban një nevoj një njësor, thëjnë është ditë e bereqetshme. Se një djetar, ta u se i bën Kejsan, kishte u thume një person edhe e kishte rogë diçka nga baglet e asaj shpendit, edhe kishte thonë kjo ditë është e bereqet, me ka thonë vallaj kur mos ka mu thume tije. Kjo është besitni. Pse se e mira, bereqeti vjen vetëm prej Allahu. E këto kanë thonë se e keqja vjen për juve. Kale ta i rukum e indekum. E keqja vjen prej durve t'juve. E që kanë thonë të tajur arabët, që e kanë bo? Të kanë marrë një shpend edhe e kanë gjujt fluturoje. Nëse ka shku nonën e djatë, ka thonë kjo është hajr, mirë, ka me pas dobi, ka mu kone e hajrit, ka mu kone në punë e mirë. Nëse ka shku nonën e majtë shpendi, ka thonë kjo ka mu kone shërë, ka mu kone e keqes, ka mu kone punë e mirë. E shpendi a ka tru me analizu se a shkot ka e hajrit, a shkot ka e shërit. Hajri dhe shëri është ndorën e Allahut Azza wa Jall. Nuk është ndorën e një plumbit, apo ndorën e një macës, apo kujt diçka. E mira dhe e keqja vjen prej Allahut Azza wa Jall. Dhe për e tyre, çka i thanë këta, i thanë se baballar ton i kemi gjetën kështu të adhuru.
Edhe njona prej sotve kur t'ju thësh njerëzive se ju çka jeni të e bo këta, kjo nuk është me përputhshmëri me dispozitat e shariatit. Çka thot baballarët e tonë që 500 vjet e kanë bërë çket. Shembulli kena përmendën, përpara kena thonë se nuk e ka bë me vludin pejgamberi alayhis salatu wassalam për vete, pa as Abu Bekri se ka bë, pa as Omeri, pa as Uthmani, ama i kena gjetë baballarët tonë të adhuru, çto të e bëj, ç'kjo është ibadet e do të më e bëj. Edhe deri frik ka pas raste që janë çun kom, kanë thonë se ka përcen shpirti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe janë marrë tekbir, janë thika kibla dhe kanë pi shërbetin. E shembull rukuja, sejdja vetëm për Allahun azza wa jall. Pejgamberi alayhis salatu wassalam është njëri më i zgjedhur mbi kokat tona, nuk ka njëri më të zgjedhur rrugën toksor. Por mirë po, a e ka arrit gradën as pejgamberi asam, as kush i të adhurohet përpos Allahut azza wa jall. Mirë po, kur t'ju thuish, po ti kena gjetë baballarët tonë. Kjo ka qenë një e para, të cilët nuk i kalon njerëzit, ndoshta me i kuptu shumë sunete, shkaku se kanë thonë baballarët tonë i kena gjetë kështu. Ose shumë herë jo mbo sebeb kryetarët, apo njerëzit me pozit, që njerëzit mos me pranu fejen. Ka shumë njerëzit që sot mediat që paguajnë shumë nga friga, nga jo lufta e mediave, ka shumë persona nuk e pranojnë fejen dhe nuk e pranojnë sunetin. Thot Khalid ibn Walidi, kur e ka pranu islamin Khalid ibn Walidi, e ka pranu e 20 vjet. Maj si janë bo 20 vjet në shpallje. 13 vjet Mekë se ka pranu edhe 7 vjet Medine pastaj. Pse? Se janë konë Ebu Gjehli, o konë Uqbe ibn Muin, o konë Umej ibn Khalef, janë konë këto parit e Mekës, ato e kanë udheq popullin e vetë. E kur i kanë thonën çka, pse se pranovo Khalid ibn Walid, ti shumë i mëshëm, thot ja pat më dhon mendën ative me qira dhe kemi menduar se logjika atyre, mençuria ative i peshon edhe kodra, çka janë të mëshëm. Mirë po kur u vron atë luftën e Bedrit, edhe vdiçën, edhe u bënëm ne udhëheqsa, edhe filluam me mendu mendën tonë, e pam se ne kena kon gabim që i kemi pasu ata udhëheqsat e tonë. Domethënë njeriu duhet me qenë ai që me e pasu argumentin, me e pasu Kur'anin edhe Sunnetin. E jo me i pasu mendimet e filonit fistekit derisa me ia dhon krijen me qira. Filoni ka thonë usos, jo, ndjeket domethënën Kur'anin dhe ndjeket edhe Sunnetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Çka ndodh më si ndodhin këto i thin rrugën Allahut, nuk pranojnë ja kërkojnë një sent, domethënë ti pejgamberit fillimisht prej të Ademi a.s. deri te Salihu nuk kishin kërku populli diçka nga një pejgamber jashtë argumenteve fetare, edhe s'janë bint. Janë bint një pakicë e vogël. Mirë, po këto i thënë ne dojna nga ti një shenjë, një argument që ti je pejgamberi i Allahut. Ka thonë çfarë shenje? Ata normal kanë qenë njerëz që kanë pasën dele, kanë pas deve, kanë pas tokë, njëri që i mirët me ato që ata e ka atë kënaqësinë nëse ata. Ka thonë çka dojna? Ka thonë ne dojna një deve. Një deve, ama ajo devja më konën jo që lindë. Ajo devja më konën e madhe, ajo devja më konën 7 zone, pak para lindje, edhe mës me pas as një deve sikur ajo devja. Edhe ajo devja t'jape qumsht, krejt fisin ton ta ushqen me qumsht. Ju thot Salihu a.s. nëse Allahu azza wa jall ja u sjell këtë mrekulli aja, a keni me besu? Thot gjithsesi, thot kena me besu. I fal 2 rekat Salihu a.s. dhe i ngrit dur, thot o Allah, e du një mrekulli që ta bindi poplin të në besojnë tek ti. Allahu azza wa jall thot janë nxjerrë në transmetime nga shkëmbi, domethënë çohet shkëmbi, edhe del një deve thot e madhe gjigante që nuk kishin pa deri në atë kohë. 7 zona ashtu siç e kanë lipën ata. Edhe kanë thonë Zoti ja kërkon juve një kusht. Ata e kanë pas një pus, një punar që kanë mush ujë. Thot Allahu azza wa jall një kusht e kërkon për juve atë një ditë që keni me piju ujë atë ditë, devja ka me kullot. Domethënë tan ditën atë ditë ka me kullot, s'ka me pi ujë. Nesër devja ka me pi tan ditën ujë. Deve madhe para me tan ditën ka me pi ujë, ju s'keni me u afru, as ju me pi e as kafshët e juve. Ka thonë shakina me bod, ka thonë ditën që ka me pi ai qumsht, që ka me pi ai ujë, ju keni me pi qumsht. Domethënë ai ka me pi ujin Allahu azza wa jall për mrekullies ju ka bë kret, domethënë ujin që ka pi ju ka bë qumsht,
sa që kret fisi I Themudit kanë pi qumsh nga kjo devja. Derisa thuhet s'ka pas nevojë as me miel, vetëm I kanë pru enta ajo ka rrjedh qumshti, derisa thuhet e kanë bën një si bazen, edhe vetëm u kanë dal devja dhe e kanë mbush atë bazenin me qumsht. Atë shumë qumsh që ka pas nga mrekulli, mirë po, a kanë besu? Shumë një pakicë e vogël kanë besue, qerë dhe më thonë e kanë mohue. Kur mohohet argumenti Allahut azza wa jall, atëherë ki I thot ju e kërkuat një argument që të besoni dhe nuk besoni, Allahu kam ju dënu ju me dënim dëmshëm. Thot bëra dënimin, ku është ai dënimi? E thot çka thot Salihu? Salihu alayhis salam ju thot popullit vet, kjo deve se keni besue, Allahu azza wa jall kam ju shumë dënimin, mirë po ju lën një kohë që ju të pendohuni. Mirë po ato a dojnë mu pendu? Jo. Bëjnë një kurç për me mbit devën. Me mbit devën. E thot Allahu azza wa jalla, wa kana fil medinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ishin 9 persona, njëri prej tyre ishte krijetari I fisit, ishte me pesh mesin e fisit dhe ishte I fuqishëm. Dhe çka ndodhi? E bënë një marrëveshje për me mbit devën në sheft. Kush I nxiti këto me bo këta? Thot ishte një grua e bukur, e cila tha kush e mbit devën dhe e therr ma bje kokën, do t'jete mehrjen për ta. Dhe kjo ishte nxitje për të shku për ta mbit atë devën Allahut, e cila ishte argument. Edhe Allah azza wa jalla çka ka thënë? Naqatullah. E qyti devja Allahut. Kanë thonë dietar pse ka qyt devja Allahut? A nuk janë kretë deve dhe këtë kafshë dhe këtë njerëz të Allahut? Kanë thonë se që kjo deve nuk ka pas, domethënë prind që ka limpin dukunti. Domethënë kjo ka qenë mrekulli Allahu azza wa jall e ka kriju këta pa deve, pa lind prej askujna. Për ata kanë thonë naqatullah. Disa kanë thonë për mi dhon vlerë kësaj devës, se e kanë thonë naqatullahi eje, është devja Allahut argument mrekulli. Kanë thonë kjo është një nder me tregu se Allahu azza wa jalla, kanë thonë Bejtullah, shtëpia Allahut, naqatullah është devja Allahut apo Resulullah, pejgamberi Allahut, për mja vri domethënën peshën asoj devës të cilat ka qenë do të thotë prej mrekullive të Allahut azza wa jalla. E thot çka bën njëri prej tyre, thot kryesori është I cili e mbit këtë deve. Që mbitet me një shigjet e rok në kam, e rëzon devën, pastaj I kcejnë këtë ato bashkë dhe mbitin domethënë këtë deve. Në momentin që e mbitin këtë deve, I thot pejgamberi Allahut, priteni dënimin e Allahut, dhe dënimi I Allahut nuk vonohet më tepër se 3 ditë. Dietar kanë thonë 3 ditë, pse 3 ditë? Se mos po pendohen, këshira Allah deri në fund. Për ata, njeriu nëse bën gjunahe, nëse bën gabime, thot pejgamberi alayhis salam, se dera e atij I cili gabon, për tu pendu është qel deri kur? Deri në gargara, deri sa t'i veri shpirti pak para se me dalë. Domethënë çdo moment Allah azza wa jalla e afatëzon njeriu, mirë po, njeriu përsëri domethënë është neglizhent ndaj gjunahet veta. E I ka thonë Allahu azza wa jalla ka me ju dhon juve 3 ditë. E që kanë thonë ato, fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, bjerët ja dënimin nëse je ti vërtet pejgamberi Allahut. E thot subhanallah, e kanë mbitën, thot devën, ditën e mërkur. Ditën e mërkur e kanë mbitë devën. Ditën e ente, fytyra e tyre, thot, ju ka zverdh. Janë zverdh në fytyrë ditën e ente. Kjo ka qenë pi shenjave se ato ardë dënimi Allahut. Ditën e xumo, thot, janë stërkush fytyrat e tyre. E ditën e shtun, thot janë nzi fytyrat e tyre. E thot ditën e diellën në sabah herët, ju ka ardhur dënimi 2 dënime. Një ka qenë, thot, një brit e madhe prej qiellit, thot ja u ka plas trunt dhe ja u ka plas domethënë kokën. Sajha wahidatan. Një piskëllim e madhe, apo një brit me madhe, edhe tjetër rajfetun. Fa asbahu fi darim jathimin, thot Allah I ki pa në për shtëpiat e tyre, në për vendet ku janë konë, janë shtri sikur ato gjethet të cilët janë të zverdhura në vjesht, të palum njëri me tjetër, domethënë si të kalbur kanë mbetur në tokë. E ju thot pastaj pejgamberi Allahut, ai nuk ju tërheqë në verregët. Lekad ablaqtukum risalati rabbi. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, ju nuk I dojni ata të cilët I këshillojnë. E dietarët kanë thonë, kur e ka thonë çka fjalë, më si kanë vdek ata krejt, ka shku dhe ju ka fol ative. Kjo kujna I përngjon, çfarë rasti përngjon? Pejgamberi sa të son luftën e Bedrit,
pasi që vdes Ebu Gjehli, Umej ibn Khalef dhe disa prej tyre, edhe i gjujnë ketë me një bunar. Edhe shkon afrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek i bunari dhe ju thot: Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? E gjetët ata çka ka premtuar Zoti juve. Omeri radhiyallahu anhu thotë: Ja Rasulullah, këto janë të vdekt. Thot: Ja Omer, tash këto ndëgjojnë më mirë se sa ti. E ka bo Allahu Azza para se me shiju atë dënimin në xhenem, ta ndin poshtërsinë se ju jeni nënçmuar pekin dunjë. Allahu do t'ja ka mundsue edhe këtij pejgamberit Salihut i thotë popullit vet: O populli jam, ju këshillova. O populli jam, ju pruna mrekulli nga Allahu. I thash këtë, ju këshillova me të mira, walakin la tuhibbuna nasihin, po ju nuk i dëni këshilluesit. E tash apo e shihni dënimin? Kjo është dënimi këtë dunjë, e dënimi në ahiret pastaj është dënimi i tjetër. E pejgamberi alayhis salatu wassalam për me vërtetu, kur niset prej Medine për me shkuar luftën e Tebukut, ndalet te çki vendi i cili është Hijr, i cili është me dain e Salit që e quajnë Nola, ndalet dhe sahabët shohin që ka ujë aty. Disa prej sahabëve i mbushin ent me ujë, disa prej atyre bëjnë një pjesë të brumit për me gatu diçka me ashtu se prej Medine deri në Tebuk 700 kilometra. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam kur i shef ata, i thot: derdhni ujin edhe lërini ata që keni përfituar nga i vendi, se është vendi që i ka shkatru Allahu dhe nuk lejohet me marr pi atij vendi dhe s'ban edhe mund dal te ai vendi. E sot muslimanët shkojnë, bëjnë foto, bëjnë selfie te ai vendi. E pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë: nëse ju bie rruga me shku aty, mos hini mrena, nëse hini wa antum bakun, nëse hini veç duke qenë duke qajt. Domethënë me marr i bret se çka ka ndodhur me ato njerëz. Ato njerëz i ka shkatruar Allahu. Ato njerëz janë zhduk ti shkon atë dhe ban selfie. Domethënë me ato vendet që i ka shkatruar Allahu. Për ato vendet që janë shkatruar derisa ta marrën edhe pejgamberin Allahut lutin alayhis salam, ku Allahu azza wa jalla thot: "Has largo wala yaltafit minhum ahad." Mos ta kthen asnjëri kokën. Pse kanë thënë dietar, kanë thënë se nëse e kthen kokën duke e pa dënimin, frikë se ndoshta dënohen edhe ato duke u dënuar ato të tjerë. E do thot pejgamberi i Allahut, pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha që mos merrni asnjë se është vendi që është i dënuar, edhe sot janë disa tragje të kodrave, nëse dikujna i bjen udha me shku numre, edhe me kalu e ka kjo udha, aty ose prej Tebukut që kanë ardhur përpara haxhiler ton, kanë ardhur për tokë nga Tebuku për Medinë, në mes rrugës janë do kodra të mëdha, janë të gdhendur me shtyllat, me të gdhen me të bukur, domethënë janë çëndisura, edhe shkojnë njerëzit ndalen në ato vende. I shihni domethënë ato vende, edhe pse disa dietar kanë thënë se këto janë, do thot, të reja, nuk janë as të vjetra, se ka disa vareza aty e cilat daton me data të shkruajtme, të cilat janë ndoshta 300 vjet. Mirë po, ka dietar që thonë jo, pasi pejgamberi sa të ka thonë mos pini ujë aty, se është vendi që është shkatru, domethënë çka vendi është vendi i Medjen, i cili do të thotë kanë jetuar aty në Medenu Salih, domethënë vendbanimi i Salihut, që kanë jetuar më herët populli i cili është quajtur Themut. Me këtë e përfundojmë inshallah taala, elusen Allahun azza wa jall që të na jap sukses, të na jap dituri të dobishme dhe të marrëmi shembulltyr dhe nga këto pejgamber të mëdhenj të Allahut azza wa jall, dhe lutim Allahun azza wa jall